Bashkia e Korçës ka filluar ndërhyrjet në rrugët e bloqeve të parcelave bujqësore, duke i rikonstruktuar ato. Janë në total 7.3 km rrugë që kalojnë përmes tokave bujqësore në njësinë administrative Mollaj, Bulgarec dhe Voskop, për rikonstruksionin e të cilave puna ka filluar. Burime pranë bashkisë thonë se do të hidhet çakull dhe do të nivelohet 1.8 km rrugë të parcelave në njësinë Mollaj, 3.82 km rrugë në Bulgarec dhe 1.7 km në Voskop, me një fond prej 6.5 milion lekësh. Për të inspektuar punimet ka qenë në njësinë administrative të Mollajt edhe kryebashkiaku Zoti Raq Filo, i cili tha se ky është një premtim i dhënë ndaj banorëve edhe gjatë fushatës elektorale dhe sot po bëhet realitet, duke bërë që fermerët të shkojnë më shpejt në tokat e tyre bujqësore. Në njësinë administrative Mollaj janë duke ushtruar, do të shtrohen rreth 1.8 km rrugë, ndërkohë që në total në 3 njësi administrative, Mollaj, Bulgarec edhe Voskop do të shtrohen mbi 7 km rrugë të parcelave. Besoj ka qenë edhe një kërkesë e fermerëve të këtyre njësive administrative dhe gjatë fushatës elektorale për të pasur një gjendje të përmirësuar të këtyre rrugëve dhe besoj që do të jetë një ndihmë e madhe për të krijuar aksesin e nevojshëm si për të kryer punimet në tokat bujqësore, ashtu dhe për të tërheqjen e prodhimeve bujqësore në momentin që ato do të vilen nga fusha. Edhe vetë fermerët thonë se ky investim i Bashkisë Korçës ka qenë i domosdoshëm pasi më parë atyre ju duhej një kohë gjatë për të shkuar pranë tokave për shkak të rrugëve të amortizuara dhe gjithë gropa. Rrugët deshnim 4 orë të vinim në Arat, 4 orë me zetar. Ne vuanim me ata. Tashi do ta kemi punën më të mirë, më të shpejt. Rruga e keqe, po, rruga e keqe ishte. Tani është periudha e vaditjes dhe uji ka me bolekë. Po vaditin me simbas radhës, nuk ka dojnë problem për radhën e ujit. Nga ana tjetër, kryebashkiaku Zoti Raq Filo tha se fal punës së kryer gjatë muajve të fundit në kanalet e dyta dhe të treta, është vënë në gatishmëri rrjeti ujitës dhe fermerët e kësaj zone, por dhe të gjithë Bashkisë Korçës kanë mundësi të ujisin prodhimet e tyre bujqësore. Vetëm gjatë ditës së sotme kanë ujitur tokat bujqësore rreth 46 fermerë. Ata thonë se ka ujë të mjaftueshëm dhe se nuk kanë problematika as me sasinë e ujit as me radhën e vaditjes. Në kuadër të ndërhyrjeve për përmirësimin e cilësisë jetës në njësinë administrative, ndërmarrja e shërbimeve publike pranë Bashkisë së Korçës ka ndërhyrë edhe për pastrimin dhe sistemimin e varrezave të fshatit Mollaj, duke larguar mbetje dhe shkurret.